Është qelur sezoni turistik në bashkinë minoritare të Pustecit, një nga destinacionet më të veçanta turistike që Juglindja ka. Parku kombëtar i Prespës vitet e fundit ka përjetuar një rritje të ndjeshme të vizitorëve, sidomos të turistëve të huaj, të cilët ndihen të mrekulluar me natyrën, liçenin, ishullin e Maligradit dhe kuzhinën tradicionale të zonës. Jam nga Holanda, është hera e parë këtu. Jam për pushime, erdhëm vetëm një ditë, por njerëzit më mrekulluan, janë mikpritës shumë. Vi nga Selaniku, erdha këtu dje dhe ndihem shumë mirë, më pëlqeu gjithçka. Ka disa vite që ka marrë një zhvillim të mirë, jo të madh shumë, po të mirë. Vinë nga jashtë, janë turistë nga Gjermania, nga Franca, motorista, ciklista që vinë me makina, ashtu që flenë aty në makina, buz liqenit. Këtu kur vinë ke neve vetëm në peshku e kanë. Kush vjen në neve vinë kërkon vetëm peshku. Interesi turistëve është akoma më i madh sa vinë rritet. Hoteli punon më shumë me turistuaj, kurse pjesa e shqiptarëve vjen te restoranti. Gatimet tradicionale të peshkut të zonës janë kryesoret, pastaj vazhdon me pjesën e mishit, deri, shere, viçi, të gjitha. Kryetari i Bashkisë Pustec, Palikolevski, shprehet se banorët e zonës e kanë kuptuar se turizmi është çelësi i ekonomisë së Parkut Kombëtar të Prespës dhe ata vetë janë orientuar drejt kësaj fushë. E para, domethënë, njerëzit janë bërë më të vetëdijshëm dhe kanë filluar që të ushtrojnë aktivitetin e bujtinave të vogla. Ka disa familje të cilat si vjet kanë shtuar kapacitetet akomoduese konkretisht në fshatin Pustec dhe fshatrat e tjera, domethënë për akomodimin e turistëve. Edhe normalisht kjo shoqërohet me shtimin e vizitorëve. Ne kemi parë që si vjet ka nisur një sezon turistik shumë i mbar, që mendoj që ka dhe një kërkesë të shtuar nga turistët. Ishulli Maligradit dhe kisha historike e saj, Zaroshka, Pusteci, Golomboci dhe Muzeu i Steriospases, Gorica dhe urat e liçenit të Prespës, që lagin 3 shtete janë vetëm pak nga ato që kjo zonë ofron, duke u kthyer një nga destinacionet më të kërkuara të turistëve të huaj.